Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin. Po ti e kishmi zbrit Kur'anin kodrës, la ra'aytahu khashi'a, e kishe pas kodrën, e kishe pas të përullur. Mutasaddian min khashyatillah, nga friga dhe Allah subhanahu wa taala. A njeriu e ndëgjon fjalën e Zotit se ka gajl. Njeriu e ndëgjon rregullin e Zotit se ka gajl. Kjo zemër e gur, beton, hekër dhe zall, qimento. Çka thot Muhamedi Islam? I dha, thot se cili njeri e ka nga një cop mishi në trupin e vet. Në qoftë se cop mishi është në rregull, krejt trupi ka me qenë në rregull. Me qenë se e copë e mishit është e sëmur, krejt trupi ka me ndi dhimbjen. Ajo është zemra. E zemrën, me çka e mbush njeriu? Me vepra të mira, a vepra më e madhe që e mirë, normale, namazi, këto kushtet islamit, o leximi i Kur'anit, o ilaç. Wallahi o ilaç. Leximi i Kur'anit o ilaç. Po edhe leximi i Kur'anit e shëron rukjen e, përmendëm rukjen. Po pse leximi i Kur'anit e shëron njerëzit? Kur'ani se on fjala Allah subhanahu wa taala. Mrekullia. Çka do të thonë fjala el-Kur'an? Fjala el-Kur'an kalamullahi. Fjala Allahut fuqiplot. El-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam, që i ka zbrit Muhammedit alaihi salam. Wa huwa dustur lin-nasi jami'a. Edhe është kushtetuar për të gjithë njerëzimin, kudo që janë ata në botë. Nuk ka me Kur'anin. Nuk ka me Kur'anin, për gjithë shka. O edhe me të zonë gjumit, edhe fëmijët mi vëndu në gjumë, edhe të mëdhejt mi vëndu në gjumë, edhe mi zgjumë nga gjumë, për çka të dushe për dorë. Në të gjësha sot atje, disa të qartë, ju pengon e zani, ende ju pengon e zani, për mendoj. Je mu knasë me e zanin, a me qëllimet o me i natje e bëjnë. Se me e thirë një muezin të bukur, që e thirë e zanin bukur. Që shem përmendi une dy vlezit e mi atje në ladjën e Dijanit, ku jam une khatib, e mbaj të hudbën, e kam edhe kojshia, hafëzadem Ramadanin, Allah e shpërbleft, edhe një vlo në shatë e kena. Të di, normalit, asha demin e njojnë këtë bota, e kene shatë i ka shumë zorin e bukur. Edhe njëri e thirat e zanin e në gjëma, kur të vinë hinë kohët, e pastaj, pasi që para se me hip në hudbe, e thirë e tjetëri. Njëherë i pari, njëherë i ndrohën në më të vejtë. Edhe në shperthë, herë, thamë Allah subhanahu wa taala, qëfar të mire në ka dërgu neve në të ladje. Alhamdulillah, po. A jam i qartë. Si dhe mësadem Ramadani. Po, a e kupton tash. Sa zonin e bukur e thinë, njeriu të qetësohet knaqë, se ata nga i nati thonë, na pengon. Wallahi nuk mundet leximi i Kuranit edhe ezan mi i pengut i kujt. Bëja në Allah bëj. Shejtani po. O, meri psikolog. Gabo, më fal, shejtani të pengon. Mere një psikolog që jo musliman, ama i drejt. Po. Njëri i drejt. Edhe vete, a mundet mi pengu fëmijës dhe njeriu duke fletë ezanit, thot jo. Bile e knaqë, e qetëson dhe raton. Mos lasim për Kuranin.